Mirë se erdhët në Rezen ton, bashkë me Armesa Kullolin do të zbulojmë artin e një momenti të shenjtë, lindjen e një fëmije përmes syrit të një fotografe, e cila e kthen këtë çast në një kujtim të përjetshëm. Ajo është pionere e fotografisë lindjes së bebeve, prezente mbi 150 lindje. Është vetëm e certifikuar, pra që ka dhe përgatitjen akademike për këtë profesion, kaq unik dhe kaq të veçantë. Do të tregojmë diçka më tepër rreth këtij pasioni të Armesës. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Tani më thuaj pak si të lindi ty ky pasion. Çfarë ndodhi që ti the do bëhem fotografe e atij momenti të parë, duke e kthyer atë pastaj në moment të përjetshëm të parueshëm për prindrit? Nuk ishte diçka mirë menduar, të them unë drejtën, do gënjej, domethënë po të them që e kisha menduar edhe thjesht erdhi shumë rastësisht, erdhi nga disa xhirime që unë duhet t'i bëja në kuadër të shkollës. Unë kam përfunduar Akademinë e Arteve për regji filmi dhe për të bërë këtë dokumentarin thash okay, do të bëj disa xhirime nëpër spitale. Dhe kur pash pas se çfarë mund të bëja nëpër spitale, fillova të bëj një research të vogël dhe kuptova që në botë në fakt ky është profesion që bëhet prej më shumë se 2 dekadash, sidomos në shtetet më të mëdha. Dhe thash, okay, po sigur ta provoj edhe unë. Dhe kështu lindi. Dashur pa dashur, u bë profesion, u bë diçka më shumë se profesioni, u bë një pjesë e përditshmërisë, u bë një mision që unë përpiqem gjithkohon ta tregoj. Më numëron gati 150. Po, ka humbur numri, duke llogaritur edhe lindjet që unë kam xhiruar kohën e dokumentarit, po edhe ato që pastaj erdhën si pjesë e përvojës sime. Ka kaluar 150, domethënë. Thjesht unë nuk është si numroj më. Më tregu pak për momentin e parë, për fotografinë e parë që ke bërë ti në një sallë lindje. Si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Çfarë ke menduar në atë çast? Ka qenë do isha pak supersticioze te kjo pjesa, sepse ka qenë kështu sikur ishte përcaktuar që unë duhet isha aty atë ditë. Ishte cezarian, një mami që po linte bebin e saj, edhe unë u gjenda krejtësisht në një situatë të re që është ti të qëndrosh përpara një barku që po pritet, edhe nuk e rrugë tjetër, do bësh fotot patjetër. Kështu që kështu erdhi, unë u gjenda goxha në habitat timi, me thënë të drejtën, unë ndjeva shumë rehat, edhe pse kisha përpara një operacion madhor, po... Pra, e para ka qenë një lindje cezariane. Në këto 150 afërsisht të qenit dëshmitare, ka qenë pjesa më e madhe lindje cezariane apo lindje natyrale? Në pjesën dërmuese të saj patjetër cezariane, me krahasime shumë të larta sa lindje natyrale, me thënë drejtën. Tani, në një moment ku vetë baballarët nuk janë prezent në pjesën më të madhe të rasteve, me sa di unë të pak, ti do ma thuash ndoshta duke bërë një statistik, vetë çfarë përjetimi ke, çfarë emocioni ke kur je aty, me aparatin në dorë, gjithsesi do të bësh punë, po nga ana tjetër nuk mund të jesh dhe aq gjak ftohtë apo jo? Absolutisht, është e pamundur në fakt që të jesh gjak ftohtë. Madje 2 vitet e para të punës tashmë janë thuajse 5 vite. Në 2 vitet e para të punës ka qenë goxha emocionale për mua, se më duhet isha njëkohësisht profesioniste, po edhe si vajzë vetë, e ndjeja shumë afër vete si gjë. Tani është pak më ndryshe, nuk e mohoj, është më shumë punë për mua, unë e di pak a shumë se çfarë ndodh, e jam e përgatitur, po gjithmonë ndodh ky katarsis, si do ta quaj unë, sepse gjatë kohës së lindjes unë jam e fokusuar aty, po kur dal pastaj nga lindja, sikur më godet një çik realiteti, them, mbështetem zakonisht te një mur, te një stol, çdo lloj gjë që është dhe mendohem, iku dhe një them me vetë, ja hodh edhe një sepse realisht emocionalisht është potente goxha. Është shumë potente. Se si e pret vetë mjedisi spitalor kërkesën e një fotografe të certifikuar që ka përgatitjen akademike për të hyrë dhe për të bërë foto dhe për të lënë ato në kujtim, gjithmonë duke u konsultuar dhe me lejen e prindërve, do doja ta merrja mendimin të menjëherë pas një shkëputje të dedikuar shumë të shkurtër fare. Paraditja në Report TV mundësohet nga Maxi Xhezik. Kemi dhe një video që Armesa na ka vënë në dispozicion për të treguar punën e saj brenda sallës së lindjes në 150, siç e thash, raste të fotografimit të bebeve. Mund ta ndjekim ndërkohë që Armesa na tregon vështirësitë që has ndoshta për të hyrë në mjedisin spitalor, a është e thjesht, a janë të pranueshëm në këto 5 vite, them të drejtën, gjërat kanë ndryshuar. Pra, po ta krahasojmë me vitin e parë, patjetër që tani njihet edhe më shumë.
po nuk është as pak e thjeshtë, unë nuk duhet gënjej për këtë pjesë. Në çfarëdhë spitali që neve kemi mundësi të futemi si fotograf, leja patjetër që ka një lloj protokolli shumë më të ndërlikuar sa në një institucion tjetër dhe kjo është më se logjike, por mënyra si pritet ky si profesion edhe ajo çfarë mund të bëhet në fakt është goxha e cunguar, do thoja unë, mua më është dashur shpesh, shumë shpesh të marr refuzime njëri pas tjetrit, më shumë se unë madje janë mamat që e marrin refuzimin, domethënë të jemi të drejtë. Janë gocat që duan të më kenë aty dhe nuk mundet të më kenë, si nga spitalet shtetërore, si nga ato private, unë nuk bëj ndonjëherë diferencë me thënë të drejtën. Unë vazhdoj të përpiqem. Vazhdoj të përpiqem, mundohem ta flas më zë të lartë, mundohem kur e shoh që njerëzit nuk e njohin sepse është profesion i ri, ja shpjegoj. Profesion i ri, profesion unik, i guximshëm, ka emocione të forta, potente brenda. Vetë prindrit nëna si i presin ato fotot e para. Pasi ka mbaruar ai procesi i lindjes i bukur dhe i vështirë në të njëjtën kohë. Gocat janë shumë direkt të shohin foton? Zakonisht jo. Edhe unë vetë bëj atë lobimin për të mos i parë shpejt, i them sa më shumë prisja që më mirë është, sepse duhet të shkëputen pak emocionalisht nga ajo gjë që kanë kaluar dhe pastaj kur të jenë shumë më të qarta dhe më të qeta patjetër, edhe unë i them gjithmonë të keni fjetur më shumë gjumë, është momenti për të parë pastaj se çfarë kanë bërë, sepse realisht me kalimin e kohës potenca atyre fotove rritet. Pra, nëse ti lind sot, nuk është njësoj ta shohësh foton nesër me mbas një muaj, se mbas një muaj ti e ke humbur realitetin. Unë marr shumë urata, marr shumë fjalë të bukura që patjetër janë suport kryesor, dhe gocat po edhe baballarët, se nuk dua t'i ndaj, janë tmerrsisht shumë të dhënë pas këtij lloji seti, sepse e gjejnë veten, unë e them për herë, shohin diçka që ato me sytë e vet nuk e shohin dot. Pra unë jam sytë e tjera për mamat. Se as mama as baballar. Absolutisht. Po baballarët janë prezent në disa dëshira shumë e madhe, nuk e marrin brezat e rinj nga jashtë. Janë aty prezent. Jo, guximin e marrin, do thoja, unë të paktën në historikun tim, në ato statistikat e mia, baballarët shumicën e rasteve kanë dashur të jenë prezent, por nuk janë lejuar, që është tjetër problematik madhore, shumë madhore se gjithë tjerat në fakt. Dëshira shumë e madhe, pra ka ndryshuar patjetër koncepti i të paturit partnerin në sallë, gjithmonë ka qenë domosdoshmëri, thjesht nuk e kanë ditur më përpara që. E përshkruan lindjen Armesa si një vepër arti, madje vjet në mos gaboj, vjet, ka hapur një ekspozit e para e këtij lloji për Ballkanin, që ka kthyer edhe tabu të rëndësishme duke prezantuar këto foto gjatë procesit, që askush nuk mund të ketë ose shumë pak raste mund të jenë kur baballarët vetë kanë marrë pjesë, por ata janë të paguximshëm se sa e sa kemi dëgjuar që diku ka rënë të fikët në atë proces. Kjo është më shumë mit, do thoja unë. Çfarë bën këtë moment kaq të veçantë në sytë e një fotografi? Ekspozita nuk është vetëm se unë prekem kur e shoh ekspozitën gjithmonë se them si u bë kjo, si arriti të bëj. Ekspozita nuk është vetëm arritje profesionale për mua ose për çdo që është fotograf. Ekspozita është një lloj komunikimi që neve si artist kemi me popullin e thjeshtë, që do të thotë, ato foto është ndryshe të të tregojnë ty në telefon kur jemi në tavolinë duke pirë kafe, është ndryshe të jenë 2 metra me 2 metra të mëdhaja dhe njerëzit të përballen realisht me momentin e një personi. Unë kam qenë shumë e fat që 9 goca kanë qenë shumë dakord që ato foto të prezantoheshin, dhe pse ishin shumë privat të tyre, sepse secila nga 9 historitë ka patur një veçanti të saj, qoftë nga mënyra si ka shkuar, qoftë nga momenti i fotos, ngjyrat e çdo gjë tjetër. Ka qenë arritje shumë e madhe për mua, unë jam tmerrsisht shumë krenare për ekspozitën, se të vizitojnë mbi 300 njerëz punën tënde, po edhe të shohin historinë e gocave në Shqipëri, për mua do të thotë shumë. Unë po përgatitem për një ekspozitë dytë, që tjetë edhe më tematike se e para, pra qëllimi im nuk është që njerëzit të futen dhe të thonë, ua, qa ishte ajo që pash. Qëllimi im është që njerëzit të vinë ekspozitë, ta marrin mesazhin e tyre se sa e bukur është lindja në fakt. Është një vepër arti. Absolutisht, është realisht një vepër arti. Unë e them gjithmonë që unë nuk i bëj gjë të madhe, unë thjesht e dokumentoj. Pra atë që ndodh unë e marr dhe e dokumentoj. A mendon se në Shqipëri po vjen dhe po rritet kjo kultura e dokumentimit të lindjes përmes fotos, meqense e ke përmendur dhe e ke qenë. Mendoj se po, jo vetëm nga fotografi, sepse shumë përpara se unë të filloja këtë punë, shumica e gocave që kanë lindur, po themi 5 vite përpara, të gjitha e kanë një foto si një video nga mamia. Pra të gjithë thonë që në fakt kur isha në atë moment, ua, kam ca foto që më ka dhënë mamia, këtu e ndoshta 10 vite më përpara, pra mendoj që gjërat janë aty,
qoftë edhe këto gjërat e bukura ose këto gjërat e luksit po i quaj unë. Po e mund edhe vetë kam kërkuar dhe kur kam lindur vajzën, e kam kërkuar vetë doja një video të dija se çfarë do si vjen në jetë një fëmijë. Pra është ndryshe patjetër ta kesh profesionistin aty, si në çdo fushë, që di çfarë momente të patjetër, por neve kulturën e kemi. Ta sjellë emocion. Neve kulturën e kemi edhe vetë mjekët, unë kam rësitur shumë shpesh, i thonë rrit çika ty të bëj një foto, Pra është, neve jemi popull që kemi shumë kulturë me fotografi në vetvete, se jemi rritur në periudha komunizmi që kur dolen aparatet pastaj gjithë donin fotot e sheshit. Pra e kemi si popull, madje krahasuar me vendet e jashtë Shqipërisë, neve fotot i duam shumë. Po, edhe brandin që ke krijuar është tërësisht unik. Birthmark. Pra, ky ka qenë i frymëzuar nga vetë unë, sepse mbaj mend që pas muajit të parë të punës, po e shija që këto lindjet që unë po shija sikur po lindin sa shenja të unë, edhe thash, okay, duhet gjej një emër që bën sens. Edhe birthmark në anglisht, sepse tingëllonte një çik më estetik, po shenjat e lindjes, po, sepse çdo gjë lidhur me lindjen është me shenja, kështu që vetë pas kësaj eksperiencë të deri tanishme, se ti je vajzë e re, se do të bëhesh nën gjithashtu, ke një lloj emocioni tjetër, je më e përgatitur apo je më e trembur? Ndjehem më e përgatitur, them drejtën. Ndjehem goxha më e përgatitur, mendoj që terreni i vështirë shqiptar të përgatit gjithmonë, po sidomos për lindjen, ndjehem më e përgatitur, ndjehem patjetër se kam parë më shumë gjëra, pra, është ndryshe të futesh në një sallë lindje kur ti nuk e di as se si duket ajo salla, është ndryshe kur ti futesh dhe ke parë 10 salla dhe e ke idenë si funksionojnë. Unë nuk jam me friksuar me thënë drejtën, as pak, me zore pres. Pash disa foto që vetë nënat që do të lindin e kishin mendje vetë aparati, do të thënë përveç procesit të lindjes. Donin të dilin dhe bukur në foto gjatë procesit. Neve duam shumë, ka momente që sidomos lindje natyrale gocat janë shumë konsciente në atë moment, dhe në atë moment unë i them janë super yje, duhet thënë, se e gjejnë edhe atë forcën edhe lezetin të kthejnë kokën nga kamera që patjetër është kujtim shumë i bukur. Që ti je gjithmonë prezente aty për ta kapur atë moment, atë shikim, atë emocion, atë lot, atë buzëqeshje. Përpara ose mbrapa, varet gjithmonë. Ke patur ndonjë moment të vështirë kur vetë lindja ka qenë e vështirë, mund të ketë qenë ndonjë lindje ndoshta binjak, trinjak ose vetë ka përjetuar. Po, kanë ndodhur disa eksperjenca të tilla. Po, patjetër. Çdo lindje ka anën e vet unike, po ka lindje që e kanë atë predispozitën të pak më të vështira, patjetër. Unë si profesioniste, edhe në rast kur kam qenë shumë e papërgatitur, po edhe në lindje që e kam gjetur veten pak më gati, po themi, jam djerë shumë në vështirësi, patjetër, është shumë logjike. Ka patur një rast që gjithmonë e kujtoj, në fakt, është një lindje e një goce që unë kam shumë për zemër. Vetë lindja nuk po avanconte, pra po avanconte aq ngadalë. Natyrale? Natyrale, po, sa që ajo po lodhej shumë. Pra po lodhej nga gjithë procesi dhe nuk po mundet do të shtynte. Ka qenë moment kritik, goxha. Unë ndjeva në atë moment që thjesht do ta ulja aparatin dhe ta shifja situatën nga larg se çfarë po ndodhte, patjetër. Shkoj çdo gjë shumë mirë, fatmirësisht. Rast tjetër ka qenë një cezarian, goxha i vështirë, ka qenë edhe person që unë, se mua më ndodhin këto çudirat me personat që i njoh përgjithsisht. Ose kanë nga emocionet, që të dalin dhe në fotografi. Po ndoshta. Ka qenë edhe një rast cezarian, pastaj që bebi pa dashje, në moment që po dilej gabimisht u fut pra brenda, domethënë. Situata të reja, ti asnjëherë nuk je përgatitur më shumë emocionalisht, sepse teknikisht thjesht do stoposh. Por emocionalisht patjetër që është shumë e vështirë, sepse ti po përballesh me një situatë që është jashtë duarve të tua edhe askush në atë ambient nuk do. Patjetër që të ndodhi diçka. Tani mjekët kur ndodh ai procesi dhe dëgjojnë dhe ato shkrepjet e aparatit, janë pak nëse ke bërë dhe patur dhe një eksperiencë jashtë apo jo? Po, sa po vi nga një eksperiencë jashtë, një eksperiencë në Suedi apo jo për lindjet e fotot e tyre? Është e vërtetë në fakt, po. Intimidimin nga shkrepjet e aparatit e kanë shumë njerëz. Pra ti mund të shkosh të bësh foto në një studio dhe e di që do bësh foto, po kur del aparati përpara emocionohesh. Jo më pastaj thjesht në momente pune. Sidomos për mjekët që patjetër kanë diçka shumë të rëndësishme në duar, edhe mamit, patjetër gjithmonë në lindje natyrale sidomos. Kemi një lloj intimidimi nga aparati. Unë e them për herë që aparati neve akoma si popull e identifikojmë si spiun. Pra ku ka aparat, ka spiunllik, them unë. Po nuk është ashtu tek lindja, sidomos në lindje që unë fotografoj, fokusim është tërësisht nëna. Jo se unë nuk i dua stafin mjekësor, madje kur stafi më thotë. Po qëllimi yt aty është për nëna. Patjetër, po nëse mua stafi më thotë do na bësh foto, unë jam tmerrsisht e gatshme dhe me shumë kënaqësi madje. Krahasuar me eksperiencën që unë sapo pata në Suedi, ka një diferencë madhore, as këtu nuk gënjej dot.
absolutisht nuk ishte intimidim, unë kisha një pozicion timin shumë të lirshëm edhe shumë të mirë përcaktuar. Dhe besoj do ta kesh këtë eksperiencë edhe më gjerë. Unë të uroj shumë suksese. Më bëhet shumë qejf. Për pasionin që ke, pasion unik, profesion unik, për guximin dhe për emocionet e bukura që merr në atë moment kaq të shenjtë të mrekullisë, dhe që do të jetë një kujtim i parueshëm për prindrit, po edhe për ty se në memori pastaj qarkullojnë gjithë ato procese lindje. Shumë sukses Armesa. Faleminderit që erdhe në Reze Dielli. Le të shkojmë për publicitetin e radhës dhe rikthehemi përsëri me një bisedë tjetër.